i kanë ngecur në fyt zgjedhjet. Dhe do ngecin edhe më keq. Këtë konkluzion Sali Berisha thot se e kanë nxjerrë nga mungesa e urimeve për Edi Ramën nga liderët botëror. Qëndrimin e dha në konferencën e përditshme ku prej 11 majit vjon denoncimin e zgjedhjeve. Farsa më shëmtuar e zhvilluar. Këtë të premte kryedemokrati foli për zyrat paralele elektorale që sipas tij janë mbajtur sekret nga socialistët. Këtu do paraqes pak qendrat paralele elektorale me qendrat e votimit të Partisë Socialiste. Madje përmendi me emra dhe banda që sipas tij kanë qenë të angazhuar në kryeqytet për të mbledhur vota për PS-n. U dominuar nga banda më të fuqishme. Në Tiranë operative ishin banda e Xhabavdve. Hakmarrja për drejtësi është një bandë me degën e saj të fuqishme, segmente të bandës Shullazit. Një ditë pas takimit me drejtuesit e qarsheve, Berisha tha se raporti përfundimtar i Partisë Demokratike për zgjedhjet pritet të publikohet me 10 deri me 15 qershor. Ku do shkojë raporti përfundimtar? Në të gjitha institucionet ndërkombëtare, konventat, dokumentat e të cilave janë dhunuar në këtë zgjedhje, në të gjitha parlamentet, komisionet e jashtme të drejtave të njeriut, të parlamentet të vendeve të anëtare të OSBE-s, të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të vendeve anëtare të Këshillit të Evropës. Kryedemokrati përmendi dhe faljen e gjobave dhe bonusin e pensioneve si një metodë për të blerë votuesit.